Armando Broja duket se gradualisht po rigjen formën që të gjithë presin teksa po merr minutat e skuadra e Burnleyt duke u shndërruar në protagonist absolut me gol dhe asist në ndeshjet e fundit. Në një intervistë të dhënë për faqen zyrtare të Burnleyt, Broja ka treguar se ka ndryshuar shumë në krahasim me më parë. Ylli shqiptar pritet ta nisë sërish titullar edhe duelin ndaj Brighton, teksa në prononcimin e tij ndër të tjera deklaroi: "Kur kam luajtur për herë të parë është e lodhshme sepse e di se sa kërkuese është Premier Liga. Është shumë e vështirë për çdo lojtar. Është kampionat shumë fizik dhe është shumë e vështirë që të mbash ritmin në çdo ndeshje që të kesh vazhdueshmëri. Prandaj mora pak kohë që të ndërtohesha ashtu si duhej fizikisht. U stërvita çdo ditë çdo javë që të bëhesha më i fuqishëm dhe jam edhe më i shpejt tani. Trajneri më ka hedhur në fushë dhe kjo më ka dhënë shumë besim edhe nga aspekti psikologjik. Tani jam shumë më mirë se sa më parë. Jam gati edhe për ndeshjen tjetër me Brighton. Jam stili i sulmuesit që lumturohem kur shënoj, por nuk dua vetëm këtë, dua të jem pjesë aktive në ndeshje, të dribloj, të krijoj shanse për të tjerët dhe për veten. Dua të jem gjithmonë aty duke luajtur futboll dhe jo vetëm që të pres shansin për të shënuar. Tani jam rritur shumë në krahasim me më parë dhe ndihem më mirë", u shpreh Broja.